Çfarë parashikojnë profecitë e frikshme të Nostradamusit dhe babavangës pas vdekjes së Papa Franceskut? Vdekja e papritur e Papa Franceskut hedh pikpyetje mbi të ardhmen e Vatikanit. Kardinalët do të jenë ata që do të zgjedhin Papën e ri suprem pas takimit në konklav. Megjithatë, ka nga ata që preferojnë të jenë më skeptik dhe të vëzhgojnë se çfarë thon profecit pas vdekjes së Jorge Maria Bergoglios. Më i përhapuri për momentin është ai babavangës. Një nga shumë profecitë e saj, babavanga pohoi se pas vdekjes së papës një ndryshim shumë i rëndësishëm do të ndodhë në strukturën fetare të botës, gjë që do të çonte në fundin e një epoke. Shumë besimtar e kanë lidhur këtë parashikim me vdekjen e Francis I, por në asnjë moment nuk përmendet ndonjë tipar apo karakteristikë që sugjeron Papën e Argjentinas. Në mënyrë të ngjashme, babavanga theksoi se kjo vdekje do të ndodhte ndërsa njerëzimi ishte i përfshirë një krizë globale, të shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore, ndryshimet klimatike dhe një situatë e dëshpëruar urie në Afrikë. Nostradamusi shkroi edhe mëtej në shkrimet e tij. Filozofi dhe parashikuesi francez i mesjetës parashikoi se pasardhësi si Papa Franceskut mund të jetë i fundit i të gjitha kohrave. Në mënyrë të ngjashme, ky ishte vlerësimi i tij për çështjen. Ai nuk do të jetë papa i zgjedhur romak dhe nuk do t'i kushtohet vëmendje as nga afër as nga larg. Një iri me lëkurë të errët me ngjyrën e mbretit të madh do t'ja dorëzoj portofolin një të riu me lëkurë të kuqe. Kjo teori ka bërë shumë njerëz ta shohin kardinalin Robert Sarah si favoritin për t'u bërë papa i ri suprem. Guinean, 79 vjeç, dhe perfekt emeritus i kongregatës për kulmin hynor dhe disiplinën e sakramenteve.